Infermeria kosovare nuk është e motivuar me paga, me kushtet e punës, duke marrë parasysh që edhe smundjet pra po rritet, nevoja për shërbime po rritet, edhe këtë vit kërkesat janë të ngjashme. Infermierët kosovar tashmë kanë synim tregun evropian edhe botror, si çdo vit tjetër, edhe këtë vit infermeria kosovare viti 2025 ka takuar me jashtëzakonisht sfida të mëdha, pakënaqësi natyrisht, por edhe avancim edhe përgatitje profesionale, avancim të infermierisë dhe bashkëpunim me gjitha vendet e Evropës edhe të botës. Tashmë vetëm janë të njohura pakënaqësitë e infermierëve. Vlen të theksohet se paga është motiv si për infermierin, natyrisht edhe për të gjitha profesionet e tjera, dhe sigurisht që infermeria kosovare nuk është e motivuar me paga, me kushtet e punës, sfida tjera, ngarkesa e madhe, numri i të punësuarve është i vogël, kështu që si edhe viteve tjera edhe këtë vit, ndryshime mund të themi që ka, mirë po mbetet për të dëshiruar. Duke marrë parasysh që edhe smundjet pra po rritet, nevoja për shërbime po rritet, vlen mu theksu sidomos të smundjeve tash që thirrën edhe smundjet moderne, do të them më shumë profesioni i infermierisë po kërkohet jo vetëm në vendin tonë, por edhe në vendin e rajonit. Andej, sipas protokolleve, në Kosovë infermierët janë të ngarkuar me punën që ata e shërbejnë çdo ditë në institucionet shëndetësore, andej çdo institucion bën kërkesa të vazhdueshme për shtim të infermierëve si në institucionet primare, sekondare edhe terciare. Ky trend ka filluar që nga viti 2019, ka pas një rrëmje gjatë pandemisë dhe nga viti 2021 trendi po vazhdon. Edhe këtë vit kërkesat janë të ngjashme, infermierët kosovar tashmë kanë synim tregun evropian edhe botror për të arritur qëllimet e tyre, për të ushtruar profesionin, natyrisht edhe kushtet e punës, paga ma dinjitoze, këta janë faktorët kryesor që ata çdo ditë më shumë po e lëshojnë vendin tonë për të shërbyer në vendet përreth edhe më gjerë. Sigurisht që kjo nuk është humbje vetëm për sistemin shëndetësor, por është humbje për gjithë vendin.